Ndërgjegja ka 4 elementë të rëndësishëm. Njëri nga ato është mendja, një tjetër është vullneti, një tjetër është zemra dhe pastaj janë ndjenjat akoma më të thella të zemrës, që quhen latifa i Rabbani. Prandaj edhe mendja është shumë e rëndësishme, sepse nëse njëri ka mendje, ka arsye, ka logjik, atëherë mund të flitet për përgjegjësi, atëherë mund të flitet për t'i dhënë kuptim. Mbase një nga gjërat më të bukura ose më të rëndësishme ose si aftësi që i është dhënë njeriu është që ai kupton dhe i jep kuptim gjërave ose jetës vetes së tij, si thua, marrëdhënieve me njerëzit. Edhe kjo pastaj është vërtet një aftësi shumë e madhe që i është falur njeriu. Pra është një dhuratë e njeriu dhe që e dallon nga qeniet e tjera. Në dallim për shembull edhe me qeniet e tjera, për shembull me kafshët, nëse një kafshë për shembull mund të dojë shumë pak për të ngritur në këmbë, për të mësuar, si thua, themi rrugtimin e jetës, njeriu i duhet shumë kohë, pra i duhet vazhdimisht që të mësohet, edhe periudha për shembull e fëmijërisë zgjat më shumë, do një preokupim, do një angazhim. Tek njeriu. Po, tek njeriu. Fillon të ecë, fillon të flasë, duhet që vazhdimisht ai, pra siç tham, ajo çështja e përsëritjes, pra ti përsëritet vazhdimisht dia, ti përsëritet vazhdimisht e mira, e bukura, që ai të rritet dhe të edukohet me këtë gjë. Pra procesi i edukimit tek njeriu është një proces i vazhdueshëm dhe, si thua, derisa ai të ketë jetën.